Po përpora ka pas respektim ma shumë. Dashuri ka pas ma shumë ndër me vete, sot vëllai kërkush për kërkonis po ngusht. Hiç, se bërë sa kërkush kërkonin. Po vëllai pe 15 vjetë. Pe 15 vjetë. Vëllai me bujqësi, diku na jemi punësuar që atje në Bilic, ku punu 34 vjetë që atje në Bilic, që aty jemi pranoj, që aty kemi marrë pensionin. Vëllai, baba më ka dekë 9 vjeç i kur i këpos. Me mizallari jemi konë bashk, me 2 mizallari jemi konë bashk, deri sa jemi da mas 40 vjetë, se baba më ka dekë heret, veç kemi respektu mizallari kumë posë e kumë gotë që kur me posë babë. Duke qenë si njëri nga banorët më të vjetër të këtij fshati, flet edhe për humbjen e respektit në ditët e sotme. Se vëllai se di, qa bo, mas lufte që shtu uarë koha, se cilën herë ma keq, po vjen. Përpare kanë desht musafirët e kanë desht me ardhë. Dikush e sot, s'kanë mara kërkun fort me shkuas me ardhë. Po respekt nuk u maj mirë se sot gjithë vëlla. Po respektime se kanë gu babën, nonën, vllazdin, kretë, kush janë ma tri, e sot vëllai s'përgojnë thoja fort kërkush. Por diçka koha ka ndryshu shumë me të modhe. Po maj modhe, 2 vllazdi jemi maj modhe jemi, në? Vëllai po. Po ty me përpara çka kemi thonë, vllazdia na kanë huë, djemte, krejt. E tash po vjen se cilën e ma likës gjithë puna. Pa i ka pas, po ma pak shumë ka pas. E sot ka shumë. Vëllai rrallë ka do, shumë, rrallë. Ja përpara u konë regull, u konë nerim, u konë veç që u konë pak ma i vjetër, e ka respektu gjdo njëri. E sot, së respektu kush fort vëllai. Halili ishte shumë i ri kur i vdeq babai, me të cilin ishte shumë i lidhur. Mirë po për dashurinë në mes familje sot, a i thot se nuk është si më parë. Pa vëllai baba gjithë na ka folë mirë, po që atëherë na veç sa mi hirë shkollë fillore, 2 vjetë s'kemi pasë ma shumë. Vëllai po jemi kujdes vëllai. Vëllai vëllau 3 vjetë mas me e konë me njëherë. Vëllai jo, nuk janë. Sot kërkur, gjithë kush po punon, po punon gati për veti, ma shumë me njëherë, po dohen, po qashtu po qkepen. Vëllai se di veç kërkun s'përën, diçka lezet nuk ka heq këtë varkuhe, as mund është me shku kërkun, si që shkësh bo shpishmon, pse i harë të buqu me njëherë me i këmon shpi, bo shpishmon me njëherë. E përpara konë dashtije, ka 2-3 vishin musafir bushin e rrishin tash jashtë. Dejte pini gjykim qaj edhe mo veç lipiniz buquë. Kur flitet për kohën e dikorshme si 83 vjeçar, Halili kujton kohën kur odat ishin tribunat e vetme të diskutimeve dhe të ndenjes. Atëherë konë ma regull, ma pritje, ma e mirë, ma u konë ma i kanë nerim ma shumë ka pas se sot. Po vëllahi mundohem edhe shumë dosene, sot për shembull nuk më pëlqen, se dosene shumë ma të mira i konë atëherë, po ta shumica janë me ronën, ka pa shkon shumica, vëllahi se di, si kum do tash as djem tash bie tash kërkon njerë hajdo, kur që edhe s'lypin jetë na këtu, hajdo. Jo. E me lyp valla nashtaj duhet me thotë diçka. Po s'ka duhet me lyp. As kërkush si ka tunë të s'kom nije.